Por të dashur miq, duhet ta themi hapur dhe me sinqeritet. Një tjetër shkak është paaftësia e opozitës. E Partisë Demokratike si forca më e madhe opozitare në vend. Për të qenë binca, për të nxjerrë shqiptarët drejt kutive të votimit, për të fituar zgjedhjet. Zgjedhjet e pjesëme lokale janë një sinjal i fortë që duhet ta lexojë gjithë secili prej nesh. Edi Rama arriti të nxirrte me gjithë represionin 15.000 votues në Vlorë, por ne nuk arritëm të nxjerrim dot më shumë apo rreth 2500. E njëjta gjë në Berat, e njëjta gjë në Cerrik, e njëjta gjë në Tepelen. Kjo më bëri të reflektoj dhe të kuptoj që ne duhet të dëgjojmë demokratët për arsyet se pse demokratët nuk dalin të votojnë. Se ne jemi të qartë. Pse nuk i motivojmë ne të dalin të votojnë dhe t'i pyesim përse? Çdo lloj personi, qoftë strukturë, qoftë votues, qoftë simpatizant, brenda apo jashtë Shqipërisë, që të gjithë bashkë të mbledhin këto ide, të bëjnë më të mirë e mundshme, të rrahin bashkë për të krijuar një parti demokratike sa më të fortë. Për t'i çuar ne, unë antar i Këshillit Kombëtar jam dhe unë kam detyrë që t'i rradh aty si shoh dhe në sallë disa antar të tjerë të Këshillit Kombëtar. Për t'i diskutuar, për të bërë më mirën e mundshme, për të kuptuar dhe brenda strukturave si mund të përmirësohemi, si mund ta tejçojmë mesazhin më mirë jashtë strukturave, sepse të jemi të qartë. Duhet flasim dhe me votuesin. Dhe votuesi flet drejt, votuesi flet me shpirt, votuesi flet me zemër.